Lek tuaj zoti Elizoti që ju kanë zgënjur. Sepse kur themi që kjo është si pyetje psikologjike, kjo është psikologjike. Besoj se ka nuk është se unë jam si thosh triumfi i saj. Unë mendoj që duhet të jem opozitar. Basha, kur e shihni Po nuk kam ç'komentojm për zotin Basha, nuk është etike të komentoj, se kam folur, s'është etike. Ai ka zgjedhur rrugën e vet. Është rruga e tij. Unë pse mora si simbolik Ilirin? Unë e mora sepse është karakteri i thelbi i njeriu, nuk është artikulimi, nuk është estetika. Për shembull, po ta shikoni Ramën pa pushtet, do duket më i shëmtuar se zoti Basha. Se është pushteti që ja vesh ta. Jep një lloj aureole. Është media që duket të sigurisht, po ta keqësh atë, të gjithë këtë heqësh gjithë kino studion që kanë brapa ai. Të heqësh gjithë këto ndriçimet e bukura. Ato janë fjalë që po ti dëgjosh në kufje dhe mos dihesh kush ka thënë, thua, çan këto mërzire. Zoti Elizoti, a është koha për një marrëveshje të re morale mbi të kaluarën apo plagët janë ende shumë të thella për të mbyllur? Po thoni për sistemi totalitar. Edhe sistemi totalitar edhe ato që na përndjekin ende. Shikon, ne hym tek popujt fatkeqësisht. Se zakonisht në Shqipëri përjetoj, nuk mund të fusim dot pjesën që kanë jetuar në Jugosllavia dhe kanë pasur dhimbje të tjera nga që dështuam në këtë proces. Kombet e qytetëruara që kanë jetuar në sisteme totalitare kanë non-stop një lloj përpunimi të historisë tyre, sepse njeriu është produkt i historisë. Njerëzit janë bijtë e historisë. Dhe historia jonë e dhimbshme duhet përpunuar, jo për të sulmuar, por për të sqaruar shoqërinë, për të thënë që konceptet totalitare, autokracia, dashuria dhe adhurimi i liderit, i idhullit, ky është defekti që la sistemi totalitar në Shqipëri. Që lajm bën vetëm po dalin Rama, nuk ka si lajm tjetër. Ky është shkatrimi i demokracisë. Lëra shoqërinë të lirë. Lëri mësuesët e lirë që mos shkojnë në aktivitete. Lëri mjekët, lëri nxënësit ndjekin në rrugën e tyre të jetës. Dhe ne këtu do i afroheshim Europës. Dhe këtë që jo them me shumë pasion. Lëra shoqërinë të rrjedhë. Boll në ky epshi i liderit mbi gjithçka. Mbi administratën, mbi partinë, mbi drejtësinë. Ky është autokracia kjo është. Pra, çdo njeri është i prekshëm, i pari nuk është i prekshëm. Dhe ne po shkojmë drejt një shteti stalinist. Pse? Sepse shtetet staliniste janë shtete në emergjencë. Çdo të thotë në emergjencë? Janë shtete që lidhen me ekzistencën e njeriu. Rama, pse do kaq shumë pushtetin? Se me ata ekziston, pa pushtet ata do të hanë njerëz të vetë gjallë. Pra ky po shkojmë drejt një shteti stalinist, që re nga pushteti ike, të hëngrën, të zhdukën. Dhe ai e di. Prandaj do përdori gjithçka që të rri aty, sepse po i rrëshiti këmba, do të hanë njerëz të vetë, siç kanë ngrënë ata. Zoti Elizoti, si njëri që e njihni shumë mirë çështjet ndërkombëtare, sa e favorizon ndryshimet ndërkombëtare Partinë Demokratike në këtë moment? Faktori ndërkombëtar. Besoj që shumë në krahasim me parë që ishte një problem i madh, sot PD ka një mbështetje të madhe ndërkombëtar, sidomos dhe nga gjermanët. Shumë ka pasur para 2 javësh, një muaj, një dokumentar të Artës dhe ZDF-s. Këto janë stacione shumë të rëndësishme. Pra në një vend si Gjermania, që është shumë serioz. Ai, nëse është në prime time tek ZDF-ja, zbardhja e tij të nesme është tek zyra e kryeministrit ose në perceptimin publik në ministri. Kush dilte Shqipëria që thoshte fatkeqësi për Shqipërinë. A është Shqipëria një shtet mafios? Kjo që diskutojmë në bashkë. Drogë, dollar, diplomaci. Dhe ky është një problem i madh për pushtetin, një favor për opozitën, por duhet shumë suport sepse është një parti shtet me miliona euro. Me miliona euro. Miliona euro. Dhe kam përshtimin që sot është bërë në mënyrë legale. Dhe kur më duket tani që thonë agjentët e SPAK-ut janë të rënë, dhe t'jeni të sigurt, shpresoj mos më ndalin të fjalë, do gjeni Hallexhi që ka pirë 5 kafe, ka thënë jepi 5 kafe, të pi kafe, dhe nuk do merren me thelbin e problemit. Thelbi i problemit në Shqipëri është jo krimi organizuar, kartelet. Pse quhen kartele? Kartele quhen kur ata kontrollojnë shtetin dhe policinë. Prandaj quhen kartele. Se në çdo vend botës ka banda, po ata rrin në fushën e tyre, në botën e tyre të zezë që të prodhojnë para, fitojnë para. Në moment që ato vendosin në politikë janë kartele. Dhe siç e thotë doktori që janë organizata terroriste se destabilizojnë procesin politik të një vendi. Ç'punë kanë njerëz të krimit, vendosin te vota.
Pse kërkon ky? Ju thot, më duani, ju ofroj siguri, më jepni pushteti. Kaq. Për të përmirësuar marrëdhëniet ndërkombëtare, Partia Demokratike bëri edhe një kontratë goxha të majme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa do ta ndihmojë ajo zoti Alizoti Partinë Demokratike? Unë mendoj që kjo nuk është çështje kontrate, kjo është çështje ndryshimit të frymës, është çështje që ka ndodhur edhe në Gjermani dhe sot Gjermania është suporti kryesor pas një kontratë që është shumë e rëndësishme në BE, sepse Gjermania është vendi që ka kostot më të mëdha nga Shqipëria. Porti i Hamburgut është i helmuar me kokainë, i Rotterdamit, nëse dëgjoni më përpara, ka vite më duket që, jo shumë vite, disa vite, Hollanda donte të rikthente vizat me Shqipërinë për krimin organizuar, për pjesën e drogës. Është proces, ky është një proces që arritet mbështetja. Nuk lëvizin balancat botërore me kontratat. Mendoj që është për nesh, fryma. Është vetë fryma, procesi momental, historik që është për nesh. Pro ndryshimit. Pra, që të ruhet, kjo janë që bisimet e mia. Nuk është atë me PD. Në Shqipëri po rrezikohet rotacioni. Një vend që ka një demokraci shumë të brisht. Që mos them se ka fare, po atë aq të brisht sa e ka. Rrezikohet rotacioni. Dhe rotacioni është elementi bazë që tregon që një vend ka demokraci. Sikur të kishim një engjëll në krye të qeverisë, që të kishte bërë mrekullinë në Shqipëri, prap në një kohë gjatë po është djallë në pushtet. Dhe ky po rrezikohet. Zoti Alizoti, e zem se në 11 maj fiton Partia Demokratike. Çfarë ndodh? Me gjithë të panoramë që ju bën. Shqipëria kthehet në merr rrugën drejt normalitetit. Si e merr? Si e projektoni ju këtë gjë? Po në rreth parë njëherë lufta do jetë e hapur me bandat kriminale. Pse do jetë? Po ju nxin edhe njerëzve, sidomos të përrethë. Kanë një pushtet absolut. Kanë marrë peng vendin, është problemi i madh. Nuk ka lirshmëri, njerëzit janë të trembur. Kanë frikë, dalin thonë që për shembull dikush është me PD. Janë të trembur, i kanë dhunuar njerëz. Çlirohet ajo gjithë vendin. Mos kemi perceptim, mos bën më dokumentare për Shqipërinë, Shqipëria vend mafioz apo jo. Mos thot më jo po janë këtej, mos jetë më polici, mos dalin më policia në përgjime me njerëzit. Ç'pun ka? Ne kemi pasur ish ministrin e Brendshëm, e kanë pyetur në parlament, ka pasur frikë për mendin një emër, ministri i Brendshëm. Që e ka detyrë institucionale. Po ju zoti Alizoti, përmendni emra? Shikoni, unë se kam pasur kur problem për mend emra, unë e kam sfidë të merrem me krimin organizuar, se e kam pasion këtë punë, se po shkatron Shqipërinë. Dhe unë i quaj nivelin më mizerabël që ka pushtuar shoqërinë. Ata ekzistojnë në çdo vend të botës. Por problemi kryesor nuk janë ata. Për mua emri kryesor këtu është drama. E citoj më duket të shprehje me gjenit i thot fajtor nuk është ai që krijon errësirën, ai që bën mëkatin, po ai që bën errësirën. Për mua, ta them emrin, është drama. Po sigur e drama nuk ikën ata. Ata janë thjesht shërptar. Dhe një pjesë e tyre ti jeni i sigurt që as nuk duan të përfshihen me këtë gjë, sepse bëhen viziv, bëhen të dukshëm. Është vetëm rama. Me çfarë mekanizmash do luftoni zoti Alizoti? E zem 11 maj vjen qeveria. Shteti ka shumë i ka të gjithë i ka të gjitha paratë, të gjithë mundësinë. Ky shtet në Shqipëri sado i dobët të luftojë krimin organizuar. E ka shumë të thjeshtë. Pse? Fatkeqësisht vjen nga sistemi post-totalitar, po vendet që vijnë nga sistemet post-totalitare e kanë shtetin e fuqishëm. Dhe ai mund ja zgjeson punë muajsh. Duke i bërë burime financiare, duke i se është ulje niveli të merrem unë me emrat e njerëzve, me njerëzve delinkuent. E kam parim. Për institucionet e reja drejtësisë, zoti Alizoti ka një mendim disi plural në radhët e opozitës. Ju vetë, cili është mendimi juaj? Në rast se Partia Demokratike merr qeverinë, do insistoj që të ribëjë një reformë në drejtësi? Unë nuk mendoj që Shqipëria ka nevojë të ketë gjëra speciale, ato që ka gjithë bota. Të janë bazuar në konceptin e drejtës, megjithatë unë kam qenë i distancuar në çështjen e SPAK-ut, nuk kam pasur në interes sepse unë nuk besoj në institucione posaçme. Është koncept ky, është mendim. Por të doja, me që kam pasur një lloj dyshimi ose edhe thojë që edhe mund të funksionojë, doja ta shikoja në terren, nuk po e shoh dot. S'po e shoh edhe një javë. Pas zgjedhjeve për mua pastaj zero interes. As pro, as kundër. Arrestimet e zyrtarëve të lartë Partisë Socialiste nuk kanë krijuar një lloj bindje? Fare, nuk më thonë asgjë. Janë eliminimi kundërshtarëve të Ramës. Absolutisht. Sidomos rasti i Tiranës. Pra mendoni si diçka e dirigjuar?
Një kombinim interesant për publikun, një shfaqje interesant. Zoti Alizoti, nëse në 12 maj në Partinë Demokratike do shpërthejnë fishekzarjet e festës apo fishekzarjet e akuzave ndaj procesit elektoral? Pra jo është e dukshme. Nuk pres gjë, unë e shikoj më të madhe gjën se PD-ja. Unë e shikoj dhe unë nuk besoj që të ndodhi kjo. Në ndodh kjo është një tragjedi për kombin shqiptar. Fitoni apo jo, zoti Alizoti? Kjo është pyetja. Unë jam i bindur po. Tash unë po të them që unë nuk jam perëndia, as profet. Unë besoj tek fitoria. Besoj. Në rast se nuk ndodh kjo, zoti Alizoti, drejt çfarë skenari shkojmë? Po unë nuk do hidhem nga dyshi kështu të pjell me kokë, po. Jo, opozita shqiptare. Është një bisedë që unë nuk dua ta bëj tani. Unë dua të shoj fitoren dhe dua të ikë nga kjo studia me idenë e fitores të njerëzit e ndjekësit e mi. Duke qenë se jemi në fund, zoti Alizoti, çfarë mesazhi ke për qytetarët e Elbasanit veçanërisht? Dilni, ruani rotacionin, ruani demokracinë, mos u trëmni sepse frika është i vetmja armë që kanë sistemet autokratike, totalitare. Ata janë shumë më dobët. Arsyeja, ata duhet kenë frikë dhe jo ju. Prandaj ata që do bëjnë dëme bandat kriminale se e rrotullojnë atë pajisjen, atë mrokullën, do t'i ham. Zoti Alizoti, ju falenderoj shumë për bisedën dhe ju uroj shumë suksese. Gjithë të mirë. Nderuar shikues, kalojmë një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish në studio.